Mëngjes miq, jemi këtu e shoku im të Gëzimi, e Dibla Park. Do shartojmë ca pemë për marak dhe për shefin e Gëzimit. Tu kemi edhe ca qefli tjerë që kanë qef ta mësojnë këtë profesion, edhe unë me shumë dëshirë kam qef ta mësojnë gjithë dhe ta përhapim gjithë Shqipërinë dhe gjithë shqiptarinë. Ju përshëndesim, kaloni një ditë bukur dhe ndiqe videon si mund ta bësh një arë edhe ti të shtëpia jote pa paguar dhe e bën vetë. Ndiqe. Pasi ta presim, ku e bëjmë di kanale, në varësi të lëngut, do i bëjmë një ose di kanale, quhen kanale të pricash, të nxjerrin lëngut. Pasi sa i bëjmë një se është e vogël, do vazhdojmë të bëjmë prerjen e lëkurës dhe do mbullim kalenë. Ndiqe. Hapjen e kanalit ku do fusim pipin që. Ja. Tak. Që jo shumë qef, qërohet shumë shpet. Në qofë se nuk qërohet, dhe pastaj me një ekip dalte, survejuar nga vetë, e pastroni pak. Ja. Qiva vë, jep 2 ose 3 herë që të shkojnë pjesën e drujt. Ja. Të ike kjo pjesë e limuar të shkojnë komplet në dru. Kjo është e pastër, sepse është fiks, dhe do sprefim kalenin. Ja, kalenin. E presim pak. E do i bëjmë klapën ku ta merr mendja që është më drejt dhe më mirë. E shumë. E hapim e bëm e sprefim e të lumë dorë atur. Zimo, do ikin gjitha Atur, është dhe vështirë me zonara atur. Edhe varet se cili doktore a bën aperini. Edhe besimi. Arën du t'i bëjmë sprehjon, pasi t'i bëjmë sprehjon, du t'i bëjmë këtu, se këtë pjesën këtu do ngjitet. Nëse nuk e bëjmë kështu, nuk zen. Ja. Këtu do kapet lëkura me lëkurë. Du t'spreh mirë. Ja. Nuk ka nevojë t'i heqim më. I bëjmë një matje. Unë e di përmenç, po ai që se di du ta vej këtu, ta preset bas të saj. Kurse unë e di, e sprefi automatikisht, nuk është nevoja. Ja. Atur, po s'ta jep zanati kush, do të me vje zanati. Ti u Po jep jo, gjithë unë jep gjithve, sepse kam qef ta mësën gjithë. Sepse për ta bëhu një pemë kështu, qofse lëvizi në përrethe, lëvizi për një pemë ose di deri, për një kam shku deri në skrapar dhe i ka kushtu 300 euro. Që i kam shumë të rastet tilla. Dje isha shku për 300. Nesër do lëvizin qaf krap për diara, po kushton 250 euro në qofse të vje unë ta bëj. Kështu që e mësoni dhe e bëni vetë. A dhe bëni vetë. Ke zemrën e madhe ti, pra ne ua mëson gjithë dinjës. Po pse mos e mësojmë? Kjo është, edhe unë e kam mësu nga baba, po jo të gjithë e kanë qef. Kush do mëson? Se s'ka shpite, ja. Mund të mësojsh po pële si atë se dora se. Kjo është sekreti. Kjo është sekreti. Pasi ne ki trum do di kalema na për qef, Gëzimi kishte qef fiksim t'i vëm 3, për siguri, vazhdojmë dhe i vëm këtë argjilin, është argjil natural, ne marrim, po thuja çdo zonë ka nga këto, i vëm argjil mirë, edhe do i vëm këto
polestrat, cilat unë i kam servijuar vet, i vëm këto dhe do e lidhi. Shive. Ja. Pasi t'i vëm, e lidhin mirë, e shtrëngojmë pak, që të vi argjili të futet në çdo hapësirë, që mos na marrë ajër, se po mori ajër nuk zen ajo. Është e sigurt se nuk zen, po mori ajër. Dhe arra, pasi ta izolojmë kot, do dhe pastën e vet, i cili është ilaç, bllakon palcën këtu që mos marrë ajër. Nëse ne nuk i vëmë ilaç, kjo nuk do të zohet sigurt. I vëmë dhe ilaçin, cilin e mbajmë në vete, i cili është direkt për shartimin e pemëve. Ja. Dhe survijën, i vëmë pak. Kjo është pastë. Edhe gurkali. Nuk është vetëm pastë e thjesht, është direkt për shartimin. Mos i tregu këtë sekretet, o. O jo ma ta mësem, ja. Ja. Dhe të shikjo, quhet e mbaruar. Do i ve dhe pak plasmas që të na krijoj vaditje artificiale gjatë verës. Sepse plasmasi i kontakt me bezën dhe me botën krijon vetë vaditje artificiale. Këtë botën e tha, Dibron që më duket. O Dibron jo mund, edhe po shumica e shqiptarëve marrin vesh të flas. I thon argjil, kurse ti Dibron. Argjil na i thomi bot. Argjil është në gjuhë tamam zyrtare. Kurse bot Dibron. Cilin e përdorin faret tanë për rend të dyqinave, për çerepat e bukës, për pjatat, vorbat që vin groshën. Mërtur. E legjenda. Këtë sekretet. Sot kemi edhe dy çuna që kanë qef ta mësojnë shartimin, kanë ardhur pas nesh. Këta do bojnë njisha respekte për gjithë. Gzimo! Do ta mësojnë se e kanë me qef. Respekte për gjithë, ditë barë për gjithë shqiptarët.